me afera të shumta kriminale, edhe në veçanti me kartelet e drogës, brenda kësaj strukture ka ende efektiv të ndershëm që çdo ditë përballen me strukturat kriminale dhe me kartelet që siç thon raportet ndërkombëtare janë më të rrezikshmet në Europë. Shumë prej tyre efektive të ndershëm kanë rënë në krye të detyrës, pikërisht në përplasje me krimin organizuar dhe me kartelet e drogës. Beteja jonë për pastrimin e policisë shtetit bëhet në interes të vendit, në interes të sigurisë të qytetarëve, por edhe në emër të atyre efektive të cilët kanë dhënë jetën në luftën kundër krimit organizuar. Por ne sot nuk mund të rrim pa folur dhe duhet thënë qartë. Inkriminimi i policisë shtetit nuk është një akuzë politike, por një fakt i njohur jo vetëm nga opinioni publik shqiptar, por edhe nga partnerët ndërkombëtar. Dhe kjo është një plagë e madhe kombëtare, sepse këtu nuk cënohet vetëm një institucion, por cënohet siguria e çdo qytetari dhe vetë siguria kombëtare. Raporti i zgjerimit Komisionit Evropian thekson qartë se policia e shtetit është ekspozuar në mënyrë serioze ndaj korrupsionit dhe infiltrimit të krimit organizuar. Edhe pse ekziston një proces vettingu në polici, raporti nënvizon se ai është i kufizuar dhe deri më sot nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Në shumë raste ai duket më shumë si një mekanizëm selektiv, në fakt, një gjueti shtrigash për të mbrojtur vetë sistemin e ngritur për inkriminimin e policisë shtetit nga vetë kjo qeveri. Raporti evidenton gjithashtu një problem shumë të rëndë. Në rastet kur zhvillohen hetime ndaj zyrtarëve të niveleve të larta, raportohen ndërhyrje dhe intimidime ndaj gazetarëve dhe mediave. Kjo është veçanërisht shqetësuese, pasi një pjesë e madhe e lidhjeve mes krimit organizuar dhe politikës janë denoncuar pikërisht nga gazetaria investigative, nga gazetarë që me shumë kurajo kanë ekspozuar kartelet e drogës dhe krimin organizuar, si dhe aktet kriminale të tyre. Po aq shqetësues është fakti se të njëjtat konkluzione përsëriten nga viti në vit, raporti i vitit 2023 dhe raporti i fundit vazhdon të ketë të njëjtat probleme. Në të njëjtën linjë është edhe raporti për narkotikët i Departamentit Shtetit Amerikan, i cili evidenton rritjen eksponenciale. Dëgjojmë kolegun, ju lutem bani qetësi. I cili evidenton rritjen eksponenciale të karteleve shqiptare të drogës dhe fuqizimin e tyre në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Raporti thekson se kjo rritje është bërë mundur për shkak të dobësisë së sundimit të ligjit dhe korrupsionit në institucionet shtetërore. Faktorë që në praktik po lehtësojnë trafikun e drogës dhe pastrimin e parave janë pikërisht këto: korrupsioni, marrëveshjet e qeverisë dhe politika e tyre në lidhje me kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Edhe indeksi global i krimit organizuar përmes indeksit tregon se inkriminimi i institucioneve të shtetit dhe bashkëpunimi i qeverisë me afera korruptive, të cilat përfaqësohen në disa raste edhe tek prokurimet nga prestanome të bizneseve të individëve, segmenteve të lartë të krimit organizuar, është një tjetër arsye pse sot trafiku i drogës jo vetëm në Shqipëri, por në mbar Europën kontrollohet nga eksponent të lidhur me Shqipërinë, me politikanë shqiptar, me qeverinë shqiptare dhe pa diskutim, ku policia e shtetit si rrjedhoje e inkriminimit ka luajtur një rol shumë negativ. Po japim disa raste. Keni rastin e Oltion Bistrit, ish shefi operacionales, apo i Henigert Mitrit, drejtori policisë Lezhë, ku tregon qartë se si individ të niveleve të larta të policisë në bashkëpunim me krimin e organizuar jo vetëm kanë marrë pjesë në akte kriminale dhe në trafikun e lëndëve narkotike, por ata kanë lehtësuar aktet kriminale të vetë organizatave, siç është rasti me Plum Gjokën. Këto raste jo akuza nga Partia Demokratike, jo nga opozita, por të evidentuara nga përgjigjet
ndërtimet Sky ETC, ku këta kriminal dhe këta individ bashkë me shumë aktorë të tjerë politik rezultojnë të përfshirë në këto afera kriminale. Po ashtu një tjetër rast që ka tronditur opinionin publik është ai i Erion Ismailajt, ish zëvendës drejtori i policisë shtetit, i cili u përfshi në aferën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë dhe Informacionit, ajo që njihet si afera e Akshit, ku policia u përfshi në pengmarrjen e një biznesmeni për interesa kriminale dhe monetare të një organizate të mirëfill të strukturuar kriminale. Është rast unik në botë. Nuk mund të rrim pa folur për atë që tregoj që për siguri kombëtare në Shqipëri nuk ekziston. Rasti i aeroportit. Jo vetëm personi Gilman Dodani, një segment i lartë i krimit organizuar, kur ju bë atentati dhe mbeti viktim, krahati ishte po ashtu një oficer i agjencisë mbikëqyrjes policore, ata që duhet të shikojnë, ata që duhet të mbikëqyrin policinë për lidhje me krimin, ishte vetë në makinë me Gilman Dodanin.